Hoxha thot të ndryshoja sistemin nga brenda. Ti nuk mund të flasësh kundër sistemit, pra ti nuk, në qoftë se ti je jashtë një Matrix, nuk mund të akuzosh Matrix për situatën që është. Futu brenda, po ta mbajti, nëse duron, nëse përballesh, dhe ndryshoj nga brenda. Dhe besoj që deri diku, do më thënë arrita, sepse kur kam dalë, më kanë thënë, do më thënë, të gjithë kemi qenë me ty, për diturit e tua, për dijenin tënde, për të, po, do më thënë për atë që ti përfaqësove aty brenda. Nuk, fituesi, doli dhe një term që lërti është fituesi moral, çështja është, e di si është kjo? Hyre, për të ndryshuar konceptet mbi moralin në Shqipëri? E shikon që në Shqipëri ka moral apo jo? Konceptin mbi të bërit spektakël. Pra, do në tje në televizion dhe në qoftë se unë me ty, për shembull, kam një marrëdhënie të sinqert, është shumë e çuditshme në qoftë se të nesërmen unë dal nga ushtylla atje dhe filloj të shaj. Dhe ti thua, dhe të them ty ti s'më respekton, dhe ti çuditesh, thua, ku të erdhi kjo, nga kush ta tha këtë gjë, nga cilave të tim kaloj dhe ti të shkreptim në tru. Jemi në këtë pikë, apo jo? Pikërisht, jemi në pikën, po kthehem të pyetja që bëri Shpendi në fillim. Ne, shiko, e di që e janë në teatr, shifni aktorët profesionist, lërini aktorët amator, mos u merrni me aktorët e TikTokut dhe të Instagramit. Në qoftë se doni të shifni aktor, në qoftë se doni të shifni, të përjetoni vërtet emocionin, ja ku është teatri kombëtar, këtë të njëjtet premte shtunë diele janë të teatri Skampa, është Ervin Çuli, Elidon Fino dhe unë dhe Atalanta Kërçyku, nuk flas, nuk dëgjoj, nuk shikoj. Po, shumë domethënë si titull, provokues. Është një autori grek, Yorgos Theodosiadis, është një vepër e jashtëzakonshme, domethënë me situata komike të jashtëzakonshme, po dhe me mesazh politiko-shoqëror shumë të mirë.